Në realitetet televizive, kufit personal janë prova më e vështirë. Jo sepse nuk njihen, por sepse shpesh sfidohen nga kamera, audienca dhe dinamika e pushtetit. Episodi i raportuar ku Limi shfaq sjellje fizike të paqarta ndaj Benitës dhe shoqëron veprimin me deklarata zotëruese hap një debat thelbësor, kur afrimi pushon së qeni flirt dhe shndërrohet në presion. Kjo ese nuk ka për qëllim të riprodhoj fjalë apo detaje që cenojnë dinjitetin e askujt. Ajo synon të analizoj mekanizmin përmes të cilit një situatë e tillë bëhet e mundshme dhe pasojat që prodhon për individët, për grupin dhe për besimin e publikut. Pëlqimi si kusht i panegociueshëm. Çdo ndërveprim fizik apo verbal me nënkuptime intime ka një kusht të vetëm për të qenë i pranueshëm, pëlqimin e qartë, të vazhdueshëm dhe të respektuar. Pëlqimi nuk supozohet, nuk lexohet nga heshtja dhe nuk imponohet nga vetbesimi. Kur njëra palë shpreh dëshirë apo synim personal në mënyrë zotëruese, sidomos në një ambient të mbyllur, ajo krijon asimetrinë e pushtetit, tjetri ndjehet i vëzhguar, i shtyrë, i detyruar të reagojë. Në këtë kontekst, problemi nuk është dëshira, problemi është forma. Dëshira bëhet presion kur shoqërohet me deklarata që nënkuptojnë pashmangshmëri, pronësi ose minimizim të autonomisë së tjetrit. Aty, loja ndalet dhe nis çështja e kufive. Psikologjia e presionit të butë. Presioni nuk vjen gjithmonë me zë të lartë. Shpesh ai është i butë, një fjalë e hedhur si shaka, një gest i paqartë, një insistim i përsëritur. Këto elemente, të marra veçmas, mund të duken të padëmshme. Së bashku, ato krijojnë klimë pasigurie. Personi i përfshirë përballet me dilemë, të reagojë dhe të rrezikojë etiketimin si i tepruar, apo të heshtë dhe të mbajë peshën emocionale. Në një shtëpi ku kamerat janë gjithmonë të ndezura, kjo dilemë shumë fishohet. Çdo reagim interpretohet. Çdo heshtje keq kuptohet. Kjo është arsyeja pse standardet duhet të jenë të qarta dhe të mbrojtura nga formati, jo të lëna në dorë të improvi. Zimit. Etika e gjuhës zotëruese. Deklaratat që e paraqesin tjetrin si objektiv apo synim nuk janë thjesht fjalë. Ato janë korniza që e reduktojnë personin në rol. Në një lojë ku identiteti tashmë është i ekspozuar, reduktimi është formë e dhunës simbolike. Ai i heq individit kompleksitetin dhe e vendos në një narrativ që nuk e ka zgjedhur. Etikisht, kjo është e papranueshme. Jo sepse reality show duhet të jetë steril, por sepse dinjiteti është vijë e kuqe. Flirti i shëndetshëm respekton refuzimin, presioni e injoron atë. Dhe aty kur refuzimi injorohet, kemi problem serioz. Pasojat emocionale dhe dinamika e grupit. Pas situatave të tilla, pasojat nuk janë gjithmonë të dukshme. Ato shfaqen në tërheqje, heshtje, lot apo kërkim mbështetjeje. Grupi reagon, herë duke mbrojtur, herë duke relativizuar. Kjo ndarje është treguesi i kulturës së shtëpisë. Kur mbështetja fiton, kultura përmirësohet. Kur relativizimi dominon, kufit lëkunden. Këtu roli i dëshmitarëve është vendimtar. Të thua.